Çfarë u bë me këta 4.300.000 euro? Çfarë u bë? Ku u shpenzuan? Ka një faturë? Kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo, kaq kushtoi kjo? Çfarë ishte konkretisht gjë? Blet bileta ju dhe ju shpërndat njerëzve, nuk u mbush. Çfarë ishte? Si e shpëtuat aktiviteti? Dhe nderin e Shqipërisë me këtë rast. Atëherë, aktiviteti ka pasur një plan biznesi që përmenda. Plan biznesi ka pasur një program pagesash, i cili përkonte me të ardhurat, sipas fazave të mbledhjes tyre, nga shitjet, nga sponsorët, nga donatorët e tjerë, siç bëhet për çdo event. Kuptohet që kjo pjesë, pra ky proces u kushtëzuar rënd nga situata që u përballëm pa e ditur, pra në muajt e fillimit protestës. Koncertin vetvete, pra për pjesën e pagesave që kishin bëni me fita artistit, me fitë ndryshme, me rata të pagesave të ndryshme, të cilët ishin bërë herën e parë nga promotori, herën e dytë nga promotori, herën e tretë nuk po bëheshin dot nga promotori, sepse promotori ishte në vështirësi. Pra promotori gjerman dhe promotori shqiptar. Privat, patjetër. Dhe neve nuk kemi një, si më thënë, realitet abstrakt i pandjeshëm ndaj zhvillimeve në treg. Unë pikërisht këtë ju kërkova. Nuk ju kërkova fjalë. Kur bëhet fjalë për shifra, cilat janë pagesat. Më ka kushtuar kaq kjo. Deri tani, ajo që unë kuptova, është që ju keni shpëtuar me këto 4.300.000 euro nderin e Shqipërisë, sepse i keni nxjerr plan biznesin e Kanye Westit dhe të atyre që do të fitonin nga kjo punë, i keni nxjerr me fitimin siç e kishim planifikuar. Dhe atë fitim e kemi paguar ne, këtë thatë ju deri tani. Promotorët kishin një plan biznesi, plani biznesit është kaq shpenzime, kaq do të kemi të ardhura, diferenca është fitimi, të cilin nuk e realizohen dot për arsyet që ju thatë. Këtu keni ndërhyr ju për të shpëtuar faqen Shqipërisë që Kanye Westi dhe promotorët të mos dilnin me humbje në këtë biznes. Tashti, në mënyrë të vazhdueshme me çështje biletash, shera e dytë që ti përfshihesh në këtë punë, mor zotëri. E gjen vetë apo të gjen fati ty, se dhe në 2001 me Skorpionsat po këtë muhabet kishte $900.000 ishin atëherë. Sot e ke 4.300.000 euro. Herës tjetër sa do e kesh faturën ti kur vi puna për të shpëtuar nderin e Shqipërisë me koncerte privatësh që na dalin në vështirësi sepse nuk arrin dot të kryen fitimin. Dhe ti, shteti që nuk ka ilaçe ke onkologjiku për fëmijët me kancer, i gjen legët për shpëtuar nderin e Shqipërisë 4.300.000 euro ti, që të dalin me fitimin që kishte planifikuar përpara Kanye Westi. E gjen vetë kët apo të gjen fati i keq ty gjithmonë, sa herë vjen puna për bileta, për Skorpionsat, Kanye Westit, po ti Jennifer Lopez e do para kurva. Keni bërë plan tjetër për cilët një tjetër me bileta të jepni prap lek? Kjo është pyetja. Po, faleminderit.